E ti për çfarë më ka vajtur mendja mua? Kush është kërkesa e radhës, Saman? Për sa speca, turshie, ca patëllçane, ullin, shqipërie, djathë, salskosi, trahana. I dua të gjitha, nuk e di, po pas kam shumë neps sot. E po vetë dojë Gjermani. Doja Gjermani unë, po dua edhe këto tani. Ti si burri mirë që je, më qenë në incitje mua. Patlıcan turshi. Po kjo ç'është? Pjeca turshi, mjalti, rahanaja, djathi. Ta provojmë çik. O, fasulet, ushqimi im i preferuar. O, dhe reçeli. Ua, po ti me gjitha këto, ku i gjete? Hajde, deshe produkte shqiptare. Po, që bëhet këtu, që bëhet? Pecat me gjizë këtu, o zot ullin të mi të preferuar. Edhe lakra pas ke porositur. A, si hahet kjo salse kosi tani. Edhe lajthi pas ke porositur. Të gjitha. Po ky mjalti sa i mirë që duket. Ua, edhe djath këtu. Sa arom të mirë që paska. Mami! O, gjall, paska edhe gjall. Po, ç'na paske bërë o Rezar. Po kuj porosite njëherë? Produkte fshati Hana, e gjeta në Instagram, porosita, më para erdhi porosia se sa unë e kisha porositur. Do me thënë, s'do kemi më mallë për gjërat e Shqipërisë. Se produkte fshati Hana na vikan deri te dera e shtëpisë. Po presi ta provoj pak të mjaltin.